Fansat të peshkimit, përshëndetje. Jemi sot pas një kohë të gjatë këtu në Grykën e Rrugoves në Lombardhin e 5 për të peshkuar troftën e Drinit, faktikisht troftën autoktone, se bëra një gabim të vogël sepse ishim një kohë para disa ditëve edhe në Dri. Jemi duke u përgatitur, siç e dini, emisionin e fundit që kemi punu këtu ka qenë diku në Vjesht. Pas Vjeshtës kur ishte edhe ndalesa, ne pritem pak që uji të zvoglohet sepse kishte rreshtje të mëdha të borës. Bora o shkri, për fat mirë, jemi në muajin qershor, edhe ndalesa ka kaluar, trofta i ka liruar vezët para disa muje. Jemi bashkëtu me kolegun tim të dashur Lakin, gjithashtu i kemi sot edhe dy musafir nga Mitrovica, është Bujari dhe Besarti. Sot do të peshkojmë dy metodat cilën e kemi praktikuar edhe në emisionet e kaluara me mashtruese standarde që i kemi, flutura artificiale, ndoshta edhe me miza, ndërsa Bujari edhe Besarti na vinë thash nga Mitrovica edhe peshkojnë në një mënyrë tjetër e cila është pak më e veçantë dhe quhet fly fishing. Do të thotë gjatë gjithë kohës peshkojnë me miza, po? Me miza artificiale që i punon Bujari vetë, po? Bujari ti njifesh mjaft me përgatitjen e këtyre mizave të punimit. Çka përdor për mi punu këto miza? Po, përgjithësi janë pendlat, që të vinë prej disa shpesë. Kështë më që ki pendle ati, do me thonë i merë nga shpesë, po? Po, nga shpesë, edhe ka sintetik ndryshme, që po të janë, si leshave që sa. Jeni shumë pak fly fishera në Kosovë, sa jeni? Sa parafërsisht, sa është numri fly fisherave në Kosovë? Unë e Besarti. Ti Besarti? Një djallë është për Mitrovice, ashtu tash ka. Djallë për Mitrovice. Një përshëndetje e bëjmë edhe për Valentinin, i cili është nga Peja. Edhe është fly fisher shumë mirë, por jeton dhe vepron në Austri, shpesh na shikon atje, e përshëndesim shumë. Edhe shpresojmë që erave tjera do të jetë edhe këtu të na bashkangjitet të bëjmë një emision të mirë për gjithë peshkatarët, edhe për fansat që përcjellin emisionin e vetëm në Kosovë, i cili transmetohet në Radio Televizionin e Kosovës, është Ditari i Peshkatarit. Tani do të hulumtojmë pak për terren dhe do të fillojmë peshkimin. Këtu pra po i shihni disa lloje të ndryshme të mizave artificiale, të gjitha janë të punuara nga dora e Bujarit. Sa kohë të merr për me punu një mizë, Bujar? 5 minuta. 5 minuta. Shihet që e profin këtë punë. Sa vjet ka që punon me këto me miza, domethënë edhe me këtë metodë? Afër 15 vjet. Afër 15 vite. Okej, mizat i punon, na trego pak pse janë të ndara kështu me numra pedim. Po, është madhësia këto që varion, pastaj shohim këto zakonisht të nimfat e vogla, janë insekte të cilat jetojnë në ujë. Ti do me thonë nuk tu të shpinë insekteve, këto nuk kafshojnë, jo? Jo, nuk kafshojnë. Po veç grepi është i mrekt, mundesh me vrakishtin. Mundesh me i prek. Për ndryshe ka këtu edhe mizat të terne që i thonë, që shkojnë cili është dallimi? Për mi ujë edhe që sharojnë, po? Po, dallimi është brenda ditës zakonisht ma shumë nxinët me nimfa. Po? Kurse gjatë mramjes, siç e dimë atë janë mizat të cilat dalin gjatë kohës, mramjes edhe aktivizohet peshku ma shumë në sipërfaqe, kjo është arsyeja pse. Bukur shumë. Na trego pak, na shpjego shtaga, prej çka vit përbëhet shtaga? Shtaga është karbon. Po? Ky është një segj. Modeli i ri i segjit apo? Nuk është modeli i ri, po është modeli shumë i mirë. Njëjtë është edhe makina është segj. Zakonisht i përdori. Është pe apo çka është kjo? Nuk është, kjo është lloj poliesteri. Poliester, sikur se silikon diçka të tillë. Po, edhe çka ndodh, kjo do të thotë na e përdorim këto pa plumb, pa peshë. Po. Edhe duhet me qenë shumë i saktë gjatë blerjes të lojna konopit, fjalojna fjalën, edhe shtagës. Për arsye se nëse këto dyja nuk kombinohen mirë, atë gjujtja ka me qenë shumë e zorshme. Do të thotë këtu në këtë rast në shtagë po i shkruan që është peshë, weight. Light pass. Atëherë edhe fija do të jetë 5. Po do të jetë 5. Do të thonë kjo është fije 5. Po, ashtu variojnë, ka disa lloj, ka DT që do të double taper që kur e kryjmë emisionin do më marr një 3 metra për mi të rrobat se ka mjaft e fortë kjo. Nëse i merr 3 metra përdori shpejt. Atë efektin e hub kanopi, mo nuk është ai. Do të thotë nuk guxon të kputet. Kanop ka që nuk sharon, ka që sharon varet tash prej lumeve edhe. Ndërsa pjesa tjetër këtu që lidhet është pjesa tjetër është normal. Nailon që e përdorim na, mund me qenë fluorokarbon, nailon normal. Lidhja bëhet me nyje të zakonshme, po? Po, nyje të zakonshme, këtë është e thjeshtë, kjo është. Okej, paka shumë Bujari na shpjegoi se si çka në navigatet për me peshkuar me metodën fly fishing. E tash do të shkojmë poshtë tek lumi e do të shohim se si Bujari fillon të peshkoj, gjithsesi edhe na atë metodën tonë të vjetër që e përdorim gjithmonë këtu në Grykën e bukur të Rrugoves. Shkojmë poshtë.
Njëkohësisht harrova me cek që Llaki është edhe kontrollori kësaj pjese do të kontrolloje me një person tjetër i cili ka qenë në emisionin e kaluar Shkelzeni. Këtë moment hasëm në një peshkatar bashkë në terrenin të cilin deshtem ne të peshkojmë. Është ditë ku na leje speciale ke marrë nga kryetari i shoqatës peshkatarëve Trofta në Pej, sepse është ndalesë. Do të thotë peshkimi bëhet vetëm ditën e diel, ndërsa sot është ditë e shtunë dhe ne hasëm një peshkatar i cili ka dalë të peshkojë ilegalisht. Gjatë kontrollit Llaki po e kontrollon a posedon lejen edhe normal madhësinë e peshkut të cilën e ka marrë, sepse e dim që për çdo peshk të peshkuar ndër 30 cm është dënimi që është miratuar nga shoqata e peshkatarëve 80 euro. Se si do të veprojnë në vazhdim Llaki do e shohim. Fillum me peshku, normal unë jam me një flutur artificiale blinker, është e Mepsit numër 3, sepse ende është ujë pak i madh, ndërsa bujari edhe besarti janë pak më nalt, edhe po tentojnë që në mënyrën e fly fishing me kap ndonjë troft, por jemi në terrenin ku edhe hasëm në peshkatarin pak më herët, i cili edhe nuk na tregoi drejt a e ka kontrolluar këtë pjesë apo jo. Sepse e dim, trofta autoktone e Lumbardit është shumë e egër, edhe nëse një peshkatar ka kalu, atëherë aty duhet largohemi nga ky vend dhe të shkojmë diku ku nuk ka pas peshkatar gjatë kësaj kohës ku ne jemi duke xhiruar. E kemi besartin në mënyrën e fly fishing, e gjithashtu edhe përballë tij është edhe Llaki në anën tjetër.
ndoshta në fillim harrova me cek se ky lloj peshkimi apo peshkimi i troftës bëhet në mënyrë individuale, do të thotë. Edhe ja, në këtë moment, sa thash unë se duhet të bëhet në mënyrë individuale, Llaki dhe Besarti e zënën njëri tjetrin dhe tash s'po di se cili është më profi. Cili është peshku e cili është gjyhetari, cili është peshkatari. Dhe ja, Besarti po mundohet që të liroj pe Llakit 1/3 e vogël. Për këtë arsye dhe ceka që peshkimi i troftës në për kësaj lloj lumej të vegjël dhe mujt e pastër bëhet në mënyrë individuale, por ja që sot kemi musafir nga Mitrovica edhe mundohem që bashk të realizojmë disa gjujtje edhe me fly fishing, edhe me flutur artificiale, e ndoshta pak më vonë edhe ne do të përdorim miza të varguara 5 apo 6 miza me radhë. Nuk e di apo dëgjona në këtë moment apo jo, e pata një gjujtje po thuaj se të pa suksesshme sepse peshku e sulmoi, por u tërhek. Ja, e kemi troftën. Ja. E kemi një troftë më të vogël. Ja, shikoni si gjuhet trofta. E tëra kjo që bëj është vetëm për të mos të lënduar troftën. Ja, dhe flutrat e cilën e përdorëm për të peshkuar, por ja që u mashtrova nuk është trofta në autoktone, por është trofta, sikurse që i themone, trofta industriale e restoraneve, është trofta e Kalifornisë. Për atë arsye ke edhe mjaft e egër e gjallë, si duket kjo troftë është rrit në këtë lumë, nuk ka ikur nga ndonjë pishin këtu nga restoranet e cilat i kemi përsipër. Por shpresojmë që në gjujtjet e ardhshme do të kemi ndonjë troftë me pika të kuqe, troftë tonën autoktone. Ja, dhe kjo shkoj. Këto momente presim edhe bujari, a do të ketë në një peshk të peshkuar me krym artificial. Gjelbër të zilit rritet ndërgur, por ja që bujari punon në mënyrë profesionale dhe imiton shumë mirë të gjallësat të cilat i hanë trofta autoktone.
Kemi edhe një troftë të peshkuar nga Llaki në këto momente. Edhe si duket është trofta jone autoktone. Si duket këtu trofta reagon më tepër në këtë sistemi që ne e peshkojmë. E gjithë kjo ndoshta derisa bujari dhe vesarti ja qillojnë mizën se cilën në këtë moment preferon të haj trofta në lumbardhin e pes. Nuk e ceka në fillim, është ujë shumë i ftoftë, sepse në disa pjesë ku lartë në bjeshk e nemura, gjatë rrjedhjes së lumbardhit në Bryk Turgovës, është ujë shumë i ftoftë dhe normal që duhet pajisemi gjithë me çizme, me mjete përcjellëse, sepse haj që ka rrugë, do t'i ketë punë të mirë këtu, sepse uji është shumë i ftoftë. hapësirë pak më të madhe, edhe pse jemi që të katër duke gjuetur po lajmërohen disa trofta, por jo shumë të mëdha të vogla, po sulmojnë karemin që unë po e përdori.
E ndërsa nimfën të cilën përdor bujari, si duket sot, nuk po e hanë trofta. Metoda të cilën po e praktikon bujari qenë ka check tipping, apo e përdorin shumë polak dhe check dhe polak. Do të thotë metodë e tyre është kjo, apo. Ja, në këtë moment e kemi edhe troftën e parë të peshkuar nga bujari, siç e ceki më herët me check nipping, metodë të cilën e përdorin shumë polak dhe çekt, dhe edhe bujari si duket do të kthehet sot me sukses, me një peshk të peshkuar. Është troftë autoktone bujara, mund ta shohim troftën. Dhe na trego pak se me çfarë lloj nimfe ki peshku. A ka qenë nimf që e sharon apo mizë e terur? Trofta autoktone me pikat kuqe. Të lumë bujar. Me të vërtet metode mirë, ndoshta në vazhdim të muajve apo viteve të ardhshme do të fillojmë edhe unë edhe Llaki ta praktikojmë këtë metodë peshkimit, edhe pse normal për këtë metodë nevojitet që lumi të jetë pak më i hap, të jetë pak një pjesë më e gjanë, por ja që edhe këtu po ka sukses si duket. Kam filluar të qellojnë në karemin e duhur edhe bujari edhe besarti. Për Llakin s'po folim, Llakin e kemi snajperist. Ja, tu ku gjindemi në Grykën Urgovës në vjeshtën e emëra, kemi has edhe në dredhza tegra, të cilat i kemi mbledh, paka shumë për kamermanin tonë që të ketë energji, pasi që këtu është tereni shumë i vështirë, edhe normal që mosha bën veten paka shumë, edhe i duhet për kondicion. Urno. Ja, në këtë moment, Llaki prap e ka një troft, por ja shifni gjitha thuja janë në masës njëjtë, troftat nga viti kaluar, të cilat dal nga dal por rriten. Prap me flutur mashtruese meps me pika kuqe numër 3. Një puthje përshëndetse nga Llaki dhe kthehet prap në ujë.
Pak më lartë e kemi edhe një pjesë kush pak më e qetë, edhe i kemi vrejt disa trofta që po gjuhën mbi ujë, do të thotë po gjuhën pas mizave. Për këtë arsye edhe unë ta shndrova sistemin, do të mundohem që ta peshkoj në një troft edhe me mizat të cilat i kam të varguara. Janë 5 miza imituese të bletes, grezës dhe disa insekteve tjera, pas cilave trofta zakonisht gjuhet mbi ujë.